Trotuaret të larta, ndërtesa pa shtigje të pjerta, qytetarë nervoz që nuk kanë durim për bashkëqytetarët e tyre. Shteti, institucionet lokale dhe qendrore që bëjnë vetëm promovim, por në realitet asgjë ose pak përmirësohet. Triumfalna porta, simbol za uspesi военна država. Na samo 5 metrioneze pak sram za nešto što treba da se narečkuva organizirano opštество. Në zemër të kryeqytetit, personat me aftësi të kufizuara fizike nuk mund të lëvizin. Arsyeja është infrastruktura e shkatruar dhe e papërshtatshme. Është e dhimbshme dhe jashtë logjikës së shëndosh të thuhet në dekadën e 3 të shekullit të 21 se bashkëqytetarët ta nuk mund të bëjnë gjëra themelore, siç është lëvizja e lirë dhe e sigurt. Би сакале да живееме тотално равноправно како и сите, бидејќи го поседуваме тој потенцијал. Позицијата да се врши работата и да ги бека тоа што не прописно паркира на нашето место и да не дозволува да се паркираат и да ги пагаат паркинзите. Çdo histori e personave me aftësi të kufizuara fizike është po aq e vështirë sa një mal, por rruga është gjithashtu e vështirë për familjet e tyre, të cilat, për t'u siguruar atyre të paktën lëvizshmëri minimale, duhet të heqin dorë nga shumë gjëra. Мора еден родител да не работи и мора да се жртвува ако другиот родител работи. Сега што е најважно е поддршка асистент што ни треба. Да ни доделат помош и на нас родителите ни треба асистент. Megjithatë nemame do sega asistent. Rruga e nënës ishte e vështirë. Për 5 vjet ajo e mbajti fëmijën e saj në krah sepse jetoni në një ndërtesë. Pastaj i shitën banesën dhe ndërtuan një shtëpi të përshtatur për nevojat e fëmijës. Derisa pritej që shteti të bëjë punën e vet, një politikan erdhi në marsh. Се дека не почнеме да казнуваме, ќе постои ова дупка. Кога ќе почнеме тоа да го правиме сите заеднички, ова дупка повеќе нема да биде бариера за ниту еден, а и за нас, бидејќи ние ќе се сопнеме еден ден на ова дупка. Pas harmonizimit të gjitha ligjave, do të ketë penalizime serioze për institucione që nuk veprojnë për të mundësuar dispozitat ligjore mbi lëvizshmërinë. Ndërkohë po shqyrtohen të gjitha opsionet për presion shtesë mbi institucionet. Апсолутно дека како организација не се откажуваме, дека и понатаму ќе притискаме. Сега какви форми и методи на делување ќе примениме, тоа останува да донесе управниот одбор на организацијата. Sipas përllogaritjeve të organizatave ndërkombëtare shëndetësore, mesatarisht në shtet rreth 10 deri 15% nga popullsia janë persona me invaliditet të lehtë, që do të thotë se në Maqedoni ky numër do të ishte nga 200 deri 300.000.